Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësimdhënësja Rabia Osmani, mësuese në shkollën fillore Mehmet Deralla në fshatin Gradec. Sot do të zhvillojmë një orë mësimore virtuale në lëndën e shoqërisë për klasat e dyta. Pra, sot do të mësojmë për hapësirat në shtëpi. Mirë po, në fillim do të njoftoheni me qëllimet që duhet të arrihen gjatë kësaj ore mësimore. Dhe ato janë: të dalloni se ku jetojnë njerëzit, në shtëpi apo në banesat e tyre. Gjithashtu duhet t'i njihni hapësirat në shtëpi dhe t'i emërtoni ato. Do me thënë, t'i emërtoni hapësirat në të cilët i keni në shtëpi dhe në shtëpi të tjera. Të dini se cila hapësirë për çka na shërben. Të dini t'i emërtoni disa mobilje, mjete apo sende. Materialet e nevojshme për këtë orë mësimore janë fleta e bardhë dhe ngjyrat. Në vazhdim do të shohim disa fotografi dhe ju do të përgjigjeni së bashku me mua për cilën fotografi bëhet fjalë dhe për cilën hapësirë. Çka shikojmë në këtë fotografi? Në këtë fotografi shikojmë shtëpi. Çka shikojmë në këtë fotografi? Në këtë fotografi shikojmë banesa. Çka shikojmë në këtë fotografi? Në këtë fotografi shikojmë dhomën e ditës. Po në fotografinë e radhës, çka shikojmë? Shikojmë kuzhinën. Atëherë, çka shikojmë në këtë fotografi? Besoj se më herë e kuptuat se bëhet fjalë për dhomën e fëmijëve. Dhe fotografia e fundit kemi dhomën e gjumit, pra të fjetjes. Vazhdojmë, pra sot do të mësojmë hapësirat në shtëpi. Në fotografi shihni në ekran shtëpi. Pra, qitur shtëpinë se si duket nga jashtë, mirë po ne do të mësojmë hapësirat në të cilën gjenden në të. Në fillim do të shohim disa fotografi dhe do t'i komentojmë ato. Çka shikoni në këtë fotografi këtu? Pra shikojmë disa shtëpi. Në fotografinë tjetër shikojmë një ndërtesë të madhe me banesa. Atëherë, familjet jetojnë në banesa të ndërtesës ose në shtëpitë e tyre familjare. Pra, gjithë njerëzit në botë, disa jetojnë në për shtëpi, disa jetojnë në banesa. Mirë po, disa familje jetojnë në banesat e tyre personale, disa jetojnë në shtëpitë e tyre personale dhe disa të tjerë jetojnë me qira. Pra besoj se e pata në qona se shtëpia, që shtëpia ime është vendi ku jetoj me prindrit e mi. Pra shtëpia e gjithkujt, e juaja, imja, e fëmijëve tanë, kështu me radhë, është vendi ku jetojnë me prindrit e tyre. Mirë po, në shtëpi ka shumë hapësirë, me të cilën është organizuar jeta e familjes që jeton në atë shtëpi. Pra, shtëpia ime është vendi ku jetoj me prindrit e mi. Në shtëpi ka shumë hapësira, në të cilët është organizuar jeta e një familje. Në vazhdim të shohim hapësirat, ti mësojmë hapësirat në shtëpi. Hapësirat në shtëpi janë kuzhina, dhoma e ditës, dhoma e fjetjes, dhoma e fëmijëve, tualeti me banjë, korridor. Pra ti përsërisëm edhe një herë. Hapësirat në shtëpi janë kuzhina, dhoma e ditës,
dhoma e fjetjes, dhoma e fëmijëve, tualeti me banjë dhe korridor, e të tjera. Tani, çka shikoni në këtë fotografi? Shikojmë dhomën e ditës. Dhoma e ditës na shërben për të ndetur së bashku me familjen gjatë ditës. Mirë po, ajo është e mobiluar. Sipas dëshirës së familjes me të cilën e cila jeton në atë shtëpi. Por zakonisht në dhomën e ditës kemi kultuke, kemi divan, kemi komod ose komodin, kemi televizor, kemi tavolin, kemi qilim, orendi të tjera që e rregullojnë familjet sipas dëshirës së tyre. Vazhdojmë tek tjetra, besoj se tani e kuptuat për cilën hapësirë do të mësojmë. Kjo është hapësira, domethënë kuzhina. Në kuzhinë kemi mjete me të cilët përgatisim ushqimin. Kuzhina na shërben për të përgatitur ushqimin dhe për ta konsumuar atë, pra për të ushqyer në vend të posaçëm. Por mjetet me të cilët disponon kuzhina, që besoj që çdo shtëpi i ka, janë tavolina në të cilën ne konsumojmë ushqimin e përgatitur, shporet elektrik, frigorifer, pjata, tenxhere, pirun, luk, e kështu me radhë, pra mjetet të cilët gjenden në çdo kuzhinë. Tani, për cilën hapësirë do të bisedojmë, do të mësojmë, pra do të mësojmë për dhomën e fëmijëve. Dhoma e fëmijëve zakonisht, edhe kjo mvaret nga shija, gjithë hapësirat mvaren nga shija dhe dëshira e njerëzve të cilët jetojnë në të. Ka krevatin e fjetjes, ka komod, ka komodin, ka karrike, këndin e mësimit, libra, mjete mësimore, lojra të ndryshme. Pra, dhoma e fëmijëve është vendi ku fëmijët pushojnë, mësojnë, luajnë, e kështu me radhë. Vazhdojmë dhoma e gjumit. Tek dhoma e gjumit nuk e kam potencuar saktësisht dhoma e prindërve, sepse ka shtëpi që ka më shumë se një dhomë gjumi. Pra mund të jetë dhoma e prindërve, mund të jetë dhoma e gjyshes, e kështu me radhë, pra mirë po çdo dhomë e fjetjes e gjumit ka krevatin e fjetjes, ka komodë, ka komodina, ka kultuk, ka karrike, llampënate, libra që zakonisht lexojnë prindrit para gjumit. Dhe edhe këte nuk e kam shkruajtur tek hapësirat në shtëpi, për shkak se varësisht prej profesionit, pra prindërit organizojnë edhe vendin e punës në shtëpi dhe hapësirave në të cilën disponojnë ato. Por, besoj që çdo shtëpi ka bibliotekën e saj, dikush më të pasur me libra, dikush më pak. Pra, besoj se edhe kjo hapësirë nuk mungon në shtëpitë tona. Vazhdojmë në hapësirën tjetër, korridori. Korridori na shërben për të lidhur dhoma tjera në shtëpi. Dhe e fundit është banjoja dhe tualeti. Në banjo kemi disa elemente, edhe këtu varësisht prej shijeve të familjarëve të cilët e rregullojnë banjon, por banjo na shërben për mbajtjen e higjienës personale dhe tualeti për nevoja fiziologjike. Dhe shtëpia, pra, është pronë private e familjes e cila jeton në të. Një familje e lumtur që jeton në një shtëpi të tyre. Dhe
Në fund, do t'i përsërisëm disa hapësira të shtëpisë. Hapësirën që e shihni këtu ishte dhoma e ditës. Në të kishte divan, kishte kultuk, tavolin, qilim. Tu kemi edhe lampën e ditës apo natës, varësisht prej nevojave. Kemi televizor, kemi komodin, kemi sende të cilët dekorime që i dekorojnë sipas shijes. Kjo poshtë pra është dhoma e gjumit. Në dhomën e gjumit pra kishte krevatin e fjetjes, kishte karike, kishte kultuk, kishte komod, komodin e kështu me radhë. Dhe banjoja e cila na shërbente për mbajtjen e higjienës personale. Dhe pra edhe një herë do të përsërisëm, besoj se do t'i përsëritni së bashku banjo, pastaj dhoma e gjumit, dhoma e fëmijëve, të kuzhinë, dhoma e hyrja apo dhoma e ditës, tavolina e bukës e kështu me radhë. Të dy shtëpie do të vizatoni hapësirat në shtëpi. Kjo është një flet e përgatitur paraprakisht, mirëpo nuk disponojnë të gjithë nxënësit pajisje për të kopjuar, prandaj ju mund ta vizatoni në një flet të bardhë hapësirat në shtëpi, t'i ngjirosni ato dhe të shkruani disa emërtime të mobiljeve edhe sendeve apo mjeteve. Ju uroj një ditë të mbarë, ju uroj shëndet dhe shpresoj t'ja keni kaluar mirë dhe ta keni kuptuar mësimin. Shihena